I kufizuar me fshatin Dobrosh në veri dhe veri perëndim me fshatin Smolic, fshati Nec në njën nga ditët e janarit të këtij viti u pa të jetë mbuluar me borë. Mëngjeset e janarit në këtë fshat rëndom gjatë dimrit kur ka reshje bore, pasqyrohen mbi kristalet e borës duke krijuar një pamje shumë magjepse për secilin që e viziton. Ndonë se në këtë fshat sot jeton një komunitet i vogël, banorët pavarësisht vështërsive që mund të sjellë dimri me temperaturat e ulta, vazhdojnë përditshmërinë e tyre duke dëshmuar lidhjen e fortë me vendlindjen. Dimri në Nec nuk është vetëm një stinë e ftohtë, por edhe kohë reflektimi, solidariteti dhe bukurie natyrore që i jep fshatit një hijeshi të veçantë. Kjo magji e bardhë bën Necin një atraksion për ta vizituar në kohë dimri. Përtej bukurisë vizuale, edhe shtrirja gjeografike e fshatit Nec është një tjetër karakteristike këtij fshati. Nga zonat malore të mbuluara me borë e deri të ultësirat, kontrastet natyrore krijojnë pamje mbreslënse. Kështu i bukur fshati Nec duket edhe në shumë ditë e net të tjera gjatë dimrit.